Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi politikat e Donald Trump që kanë tronditur botën, ndërkohë ka lënë edhe Europën përballë Rusisë, ndërsa ka dalë në skenë edhe opsioni i tërheqjes nga Aleanca Atlantiku të Veriut. Por do të prekim edhe aspektin e sigurisë në Kosovë, se sa e cënon kjo Kosovën, duke qenë se Donald Trump i ka lënë dorë të lirë Rusisë për të vepruar në Europë dhe nga kjo mund të inkurajohet edhe Serbia. Po sa rrezikohet Kosova në këtë rast dhe a do duhet që Shqipëria dhe Kosova të armatosen në mënyrë që t'i bëjnë të vetë me ballë çfarëdo lloj rreziku të mundshëm që mund të ndeshen. Për të folur për gjitha këto, qëndroni me ne deri në fund të kësaj interviste, pasi kemi të ftuar ish deputetin e lëvizjes Vetëvendosje dhe njëherësh analistin Afrim Kasolli. Zoti Kasolli, përshëndetje. Përshëndetje Bardhi, kënaqësi të bashkëbisedojmë. Zoti Kasolli, si gjykoni politikat e Donald Trump që prej rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë, të cilat duket se kanë tronditur botën, duhet thënë? Po, është evidente që nëse e krahasojmë me mandatin e parë, do thotë nëse edhe në mandatin e parë sloganet ishin të njëjta, bëja Amerikën përsëri të madhe dhe Amerika e para, sjelljet në mandatin e dytë padyshim se kanë një dallim thuajse radikal në raport me mandatin e parë 4 vjeçar. Mbase kjo ka të bëjë sepse presidenti Trump ka fituar një fuqi edhe më të madhe politike edhe brenda shoqërisë amerikane, sepse në herën e parë ai ishte i kufizuar në masë të madhe nga Partia Republikane, nga establishmenti tradicional i kësaj partie dhe nuk i kishte të gjitha levat në dorë, të gjitha levat e veprimit, autonominë e plot siç e ka aktualisht. Ndërkohë tashmë thuaj se Partia Republikane në masë të madhe ka bërë për veti, mungon rezistenca çfarë kishte munguar herën e parë dhe ka vendosur që t'i qëndroj konsekuent bindjeve të tij, programit të tij Amerika e para dhe e cila po vrehet me luftën tregtare që ka hapur si ndaj vendeve armiqësore ashtu edhe ndaj vendeve aleate. Kemi parë zhvillimet e djeshme mbi luftën tregtare me ndaj shumë vendeve që ka ndërmarrë dhe pretendimin e tij që nëpërmjet këtyre masave ta bëjë Amerikën përsëri të madhe. Pra, ai gjithçka që po bën aktualisht duket që është shprehje dhe qëndrim konsekuent i premtimit të tij para elektoratit amerikan se do ta bëjë Amerikën përsëri të madhe dhe se kjo do të jetë në epicentër të orientimeve, në epicentër të tij. Tash se çfarë nuk kupton kjo Amerika e madhe, mund të bëhet në këtë mënyrë apo Amerika ka qenë edhe e madhe praktikisht, po ky është vetëm një slogan elektoral, kjo është një temë për edhe një debat tjetër sepse Amerika praktikisht duke filluar pas luftës së dytë botërore me aleanca që i ka ndërtuar me rendin ndërkombëtar që e ka promovuar, ka qenë në epicentër të saj dhe nuk është që nuk ka qenë një faktor determinues i proceseve globale. Si mendoni, a ndodhet në rrezik Europa duke qenë se Donald Trump për disa ditë ndërpreu ndihmat ushtarake, por edhe ndarjen e inteligjencës amerikane me atë ukrainase? Deja tash ne gjithë e dim, do thotë qasja, frustrimi kryesor i kësaj administrate, por mos të harrojmë, ndoshta në prapaskenë edhe administratat e kaluara nuk është se kanë qenë shumë të kënaqura me ndarjen e investimeve, me disproporcionin e investimeve në çështjet e sigurisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane, shtete anëtare të NATO-s. Mbase presidenti Trump e ka bërë këtë në mënyrë më brutale duke kërkuar që ato ta shtojnë masën e shpenzimeve duke plotësuar të paktën kriterin minimal prej 2% të GDP-s në sektorin e mbrojtjes. Diçka që nuk ka qenë në rregull, që shumë prej vendeve evropiane do thotë nuk e kanë plotësuar këtë kriter. Së vori tashmë Gjermania vetëm e arriti këtë kriter, ndërkohë vende tjera si Spanja, Italia ende janë larg këtij, edhe Franca po ashtu e ka realizuar si Italia, Spanja e të tjera janë ende larg plotësimit prej 2% të investimeve në mbrojtje të GDP-s. Dhe kjo ka shkaktuar frustrim politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fitoria e presidentit Trump më së madhe është si pasojë e këtij zhgënjimi të publikut amerikan sepse ata kanë përgjegjësi mbi taksat e tyre, duhet të garantohet paqja globale nëse në mënyrë të barabartë nuk bëhen investimet nga të gjitha vendet që participojnë në këtë aleancë transatlantike për sigurinë kolektive, sepse mos të harrojmë ka qenë mburoja amerikane, pranojnë edhe vetë
studiues që mirën me këtë ka qenë mburoja amerikane që ka qenë një luks shumë i madh për Evropën që i ka mundsuar të ndajë politikat e sigurisë nga ato ekonomike dhe Evropa të investojnë mas të madhe në sektorin e mirëqenies sociale, saqë ajo ka jetuar shprehemi figurativisht në luksin e parajsës post-historike, por që siç e ka thënë ku më parë edhe një studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare Robert Kagan, Evropa është nga Venera kurse Amerika nga Marsi, por Evropa ka jetuar në luksin e iluzioneve të paqes kantiane për shkak sepse këtë ka garantuar Amerika hobsbiane. Kështu që tash kemi një presion të madh amerikan mbi vendet evropiane që të bëhen më të përgjegjshme sa i përket investimeve në sferën e sigurisë, që të marrin përgjegjësitë e tyre dhe që të zgjohen nga iluzioni dhe nga letargjia se mund pafundësisht të shkoj kjo situatë se paqja është e garantuar një herë për gjithmonë. Pra, siç thot një proverb latin, nëse dëshiron paqe, përgatitu për luftë. Pra, unë e shoh në këtë dimension, këtë presion të jashtëzakonshëm dhe tash ka të bëjë për shkak sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u fokusuar edhe në zona edhe në vatra tjera gjeopolitike dhe ato kërkojnë riorientim të kapaciteteve të tyre ekonomike, ushtarake, financiare, gjë që e bë të pamundur që në të njëjtën kohë të kenë në kontroll të gjitha zonat e botës, e tashmë duke qenë se rivalet gjeostrategjik të SBA-ve po gjithnjë më tepër po agravohen në Azi Parsor, atëherë të paktën vendet evropiane duhet të marrin përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në fundit, siç ku më herët pa ta pas rastin ta lexoj një analizë të jashtëzakonshme sepse edhe sikur të fitonte administrata demokrate, përsëri qasja amerikane ndaj Evropës nuk do të ishte një lloj siç ka qenë deri më tani, nga se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë realizuar qëllimin e tyre strategjik në Evropë. Sipas tyre, qëllimi i tyre prej fillimit deri në fund ka qenë që të mos e lejojnë asnjë fuqi evropiane që të bëhet hegemone, pra që pushteti ekonomik dhe ushtarak të koncentrohet në një fuqi. Dy herë ka tentuar Gjermania ta bëjë këtë në shekullin e kaluar, por ka qenë intervenimi amerikan që e ka penguar. Dhe sot se nuk ka ndonjë vend i cili ka kapacitete për ta realizuar hegemoninë e plotë në trullin evropian. Miliarderi Elon Musk ka deklaruar se tërheqja nga NATO do të ishte një opsion. Si e komentoni deklaratën e tij dhe çfarë do të thotë kjo tërheqje në një rast të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO, duke qenë se edhe Musk është një njeri që është shumë afër Trumpit? Po tash ka disa deklarata që kanë ardhur, është shqetësuese kjo deklaratë, mirë po unë më tepër fokusohem në ato që vinë si reagime zyrtare të Departamentit të Mbrojtjes, të Departamentit të Shtetit, madje edhe vetë të presidentit Trump, i cili në një moment pa deklaruar që nuk është i çmendur që brenda NATO-s të tërheq trupat amerikane nga trulli dhe kontinenti evropian. Pasojat do të ishin apokaliptike nëse kjo tërheqje do të bëhej menjëherë, ne e pam edhe situatën në Ukrainë, ju që sapo e potencuat në pyetjen tuaj, për 2 ditë apo 3 ditë pasi u ngrinë ndihmat amerikane, u pa qartë se Ukraina e ka të pamundur ta vazhdojë betejën dhe rezistencën ndaj imperializmit rus pa këtë asistencë amerikane. Me këtë se çka do të mund të ndodhte, unë këtu do t'i referohesha vetëm një intervistë para pak ditët të ministrit të punëve të jashtme të Lituanisë për mediumin Deutsche Welle, i cili ka deklaruar që një skenar i tillë mund të jetë me pasoja të paparashikueshme për kontinentin, madje ai thotë që edhe sikur të gjitha vendet e BE-s duke filluar nga sot të investonin në 5% të GDP-së, jo 2% siç po kërkohet, të duhen së paku 10 deri në 15 vite që të mund të kompensohet vakumi i mundshëm amerikan i sigurisë. Por si Departamenti i Mbrojtjes kanë bërë fjalë për reduktive, Departamenti i Mbrojtjes, vetë sekretari i Mbrojtjes është e vërtetë që ka deklaruar që siguria evropiane nuk mund të jetë shqetësim primar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por qëndrime zyrtare të shtetit, qëndrime zyrtare të instancave kryesore të pushtetit amerikan në këtë drejtim ende nuk kemi pasur. Kreta ajo që kemi dëgjuar është një presion mbi vendet e BE-s që t'i shtojnë më tepër shpenzimet në mbrojtje, gjë që vendet evropiane kanë një sfidë në këtë drejtim. Këtë është një raport shumë i specializuar, i jashtëzakonshëm i kryeministit Mario Draghi,
i përgatitur për nevojat e Komisionit Evropian, i cili flet edhe për situatën e palakmueshme në për cilën ekonomike në për cilën po kalon sot për sot Bashkimi Evropian, ai bën thirrje që në mënyrë që BE-ja ta mbajë ritmin ekonomik, do t'i duhen së paku 800 miliard investime në vetë, sidomos në revolucionin digital që po ndodh, janë i përmend mbi 50 kompani më të fuqishme të botës, vetëm 4 janë në trullin evropian dhe pjesa tjetër janë në Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai bën një paralajmërim shumë interesant, thotë se Evropa do ndodhet ndërmjet 3 zgjidhjeve, në njërin anë ose ta ruaj ritmin ekonomik, do thotë investimet i orientoj në sa i përket sigurimit të hapit në revolucionin digital, ose ta luaj rolin e një aktori global. Mirë po që të dyja nuk shkojnë bashkë, ajo duhet ta sakrifikoj njërin. E tash vendet evropiane janë në krizë, sepse nëse i suspendojnë asistencat e tyre sociale, nëse i suspendojnë për shembull investimet që kanë bërë në shtetin e mirëqenies sociale, kjo mund të rikthehet në bumerang sa i përket trazireve të brendshme. Ne pam 2-3 raporte ku në fundit edhe në Francë, edhe në Gjermani që flasin për gjendjen e palakmueshme në cilën ndodhen forcat e armatosura të këtyre vendeve dhe ndërtimi i dur dhe i i kapaciteteve nën kupton shkurtime buxhetore në mirëqenien sociale, gjë që si sindikatat dhe grupet e ndryshme që i mbrojnë interesat e shtetit social kanë reaguar ashpër se nuk do ta tolerojnë sipas tyre këtë riorientim buxhetor që ata më tepër e kanë quajtur një lloj psikoze të luftës që po e ndërmarrin liderët e këtyre vendeve me qëllim që të rënohen arritjet e shtetit social që janë të jashtëzakonshme në kontinentin evropian. Çfarë po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës, teksa kjo e fundit ka pranuar propozimin për një armë pushim 30 ditor, ndërkohë që Moska ende nuk ka dhënë një përgjigje pozitive në këtë rast, ndërsa nga ana e tij presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nëse Moska nuk e pranon një propozim të tillë, do të ketë pasoja shkatruese. Për çfarë pasojash shkatruese flitet në këtë rast? Po nëse i referuemi tash ende, është ajo si statju ende nuk kemi mediumi Reuters pak më herët shkruante që Moska ka përgatitur një listë të kërkesave të saj se si do të ishte akceptueshme për të propozimi për armpushim, po ende nuk ka asgjë publike se çka konkretisht përmbajnë ajo listën e kritereve dhe kërkesave të Moskës. Ukraina e pranoi edhe në një farë mënyrë topin tashmë e zhvendosi tek Moska, arriti të rehabilitojë marrëdhëniet e tensionuara pas asaj që kishte ndodhur në zyrën ovale, që ishte një situatë pa precedent kur para mediave globale një konflikt i tillë që ndodhi ndërmjet presidentit Trump, presidentit Vance dhe kryetarit të Ukrainës Zelenski. Në këtë mënyrë Ukraina arriti që ta rifitojë të rifitoj përsëri ndihmat ushtarake amerikane, që ato të mos bllokohen dhe të njëjtën kohë ndarjen e informacioneve të sigurisë. Se çfarë qëndrimi do të merr Moska mbetet të shihet, cilat janë kalkulimet e presidentit Putin. Tash është normale, çdo veprim ai do ta bën nga prizmi se a do t'i rikthehet në përfitim apo cila është arsyeja që presidenti Putin është i interesuar që për një armpushim të tillë. Ai mund të jetë i interesuar vetëm nëse tenton të blejë kohë, sepse është jo strategjike, është alogjike që ta pranojë një armpushim nëse ai është duke fituar në terren. Pra ose të blejë kohë të rigrupohet, të rigrupojë forcat, të marrë pak frym, në të njëjtën kohë të mos ta shmang presionin e mundshëm amerikan në situatën në cilën ndodhet. Është e vërtetë që kohën e fundit trupat ruse kanë pasur përparim në pjesën lindore, por jo në atë masë shumë të madhe siç është propaganduar. Rusia nuk ka arritur të realizojë qëllimet e saj të plota kur i kishte artikuluar për fillimin e asaj që quhet si operacion special, sepse Rusia asnjëherë nuk e ka quajtur luftë pushtimin brutal të Ukrainës, por e ka quajtur një operacion special me qëllim të demilitarizimit të saj dhe të denazifikimit të regjimit që ndodhet sipas propagandës putiniste e cila ndodhet në Ukrainë. Pra, nëse Rusia ka bindjen që armpushimi mund t'i krijojë favore, atëherë ka gjasa që ta pranoj, por nëse sipas kalkulimeve të saj nuk i krijon favore të domosdoshme strategjike, atëherë është e mundur që ta refuzoj atë. Se si do të reagojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet të shihet. Plani i mëhershëm i presidentit Trump, doktrina e tij ka qenë paqe nëpërmjet forcës, pra që të maksimalizohet presioni mbi atë shtet i cili nuk i pranon konturat e tij të paqes, dhe tensionet me Ukrainën i pam se si u manifestuan, do thotë kur Ukraina i refuzoi
kërkonte garancione më të mëdha të sigurisë, nuk u pajtua fillimisht me plan propozimin e tij, ajo e shtroi presionin mbi Ukrainën, duke detyruar që në fund të pajtohet, ndërkohë se tash Rusia, nëse nuk e pranon atë, janë përmendur sanksionet ekonomike, mirë po vetë i dërguar i tij generali amerikan në pension, vetë i dërguar i tij për konfliktin Ukrainë-Rusi kishte paralajmëruar edhe një furnizim shumë më të madh me armatim të Ukrainës në mënyrë që të shtohet presioni mbi Moskën. Nuk janë të rastishme, edhe këto 2 ditë e fundit e kemi parë që bombardimet me dron mbi Moskën kanë qenë më intensive se kur nga Ukraina, mbase një lloj paralajmërimi që nëse nuk do të pranohet paqja, atëherë do të mund të intensifikohen sulmet e tilla me asistencën amerikane. Pra, unë shoh një lloj furnizimi më të madh me armatim të Ukrainës, ndihmë dhe asistencë më të madhe në mënyrë që të shtohet presioni mbi Rusinë. Ndërkohë edhe Rusia në planin ekonomik nuk është se ka gjendje në bashkëmirë, inflacioni është i madh, pavarësisht se ka kapacitete më të mëdha se Ukraina, nuk diskutohet. Presidenti i Polonisë ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të transferojnë armët e tyre bërthamore në territorin e tij, pasi Europa ndodhet përballë një rreziku të mundshëm nga Rusia. Ju si mendoni, sa real është ky rrezik dhe a ka gjasa që Rusia mund të nisë një agresion të mundshëm pas Ukrainës tashmë drejt vendeve të tjera të Europës? Nuk besoj në këto rrethana, të thotë sepse varet se si çfarë epilogu do të merr lufta në Ukrainë. Deri më tani nëse i kemi përcjell me vëmendje strategjinë e presidentit Putin, ai në një farë mënyrë ka qenë i kujdesshëm ndaj vendeve që janë ndaj shteteve që janë vende anëtare të NATO-s. Ka kalkuluar që një konfrontim me NATO do të ishte me pasoja më të mëdha për Rusinë. 3 vatrat kryesore të krizave gjeopolitike që i ka inskenuar Rusia janë në Gjeorgji, janë në Moldavi, cili e mban peng situatën e brendshme dhe tashmë në Ukrainë. Pra janë 3 vende të cilat nuk janë shtete anëtare të NATO-s. Dhe nuk është se presidenti Putin nuk e ka kalkuluar që një konfrontim i drejt për drejt me NATO-n do të ishte me pasoja më të mëdha për ta. Ajo që presidenti Putin tenton ta maksimalizojë si qëllim të tij strategjik, kuptohet është përpjekja që të hyjë në negociata të drejt për drejta me presidentin amerikan Donald Trump, ta rehabilitoj veten si një faktor dhe aktor i domosdoshëm politik si një geopolitik dhe të tentoj që sa më shumë ta dëmtoj aleancën veriatlantike, ta zbej unitetin transatlantik dhe të përdor metoda të ndryshme hibride në elektoratin evropian në mënyrë që të shtohen sentimentet pro-ruse dhe të rritet gjithnjë më tepër zhgënjimi me luftën e Ukrainës. Pra në disa fronte që e përdor, por jo konfrontim të drejt për drejt ushtarak. Kryeministri polak Donald Tusk i ka bërë thirrje presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në një vizitë në Ankara që ai të marrë rolin kryesor në stabilitetin e rajonit kryesisht, por edhe të Europës deri diku. Tashmë lim pyetja natyrshëm, a është Turqia një aktor shumë i rëndësishëm për stabilitetin e Europës, por edhe për rajonin e Ballkanit në këtë rast? Po Turqia është prezente tash 2 faktorë por i kthehen skenë në kontinentin evropian në një farë mënyrë. Është truar nevoja 2 faktorëve. Në njërin anë pas Brexitit kemi involvimin gjithnjë më të madh të Britanisë, jo rikthim në Bashkimin Evropian, të kuptohemi, por në arkitekturën në sa i përket kontributit të saj në mirëmbajtjen e arkitekturës së sigurisë evropiane dhe është truar nevoja po ashtu që edhe Turqia të ketë një rol më aktiv në këtë drejtim. Po ne gjithë e dimë janë dhëna zyrtare, Republika e Turqisë ka kapacitete të jashtëzakonshme ushtarake, e konsiderohet njëra prej ushtrive më të rëndësishme në NATO, së bashku me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë, madje në fillim të luftës në Ukrainë, ne kemi qenë dëshmitar, ishin dronët e prodhuar nga Republika e Turqisë, të cilët i ndihmuan në masë të madhe ushtrisë ukraine për ta ndalur invazionin rus, kështu që në këtë drejtim nuk ka diskutim që Republika e Turqisë mund të japë një kontribut të rëndësishëm në garantimin e paqes dhe sigurisë evropiane dhe mbase mund të jetë një lloj kjo
kjo çështje, kjo thirrje mund të jetë një përkujtim për gabimet që kanë bërë edhe vetë BE-ja në raport me mënyrën se si i ka trajtuar procesin e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. E ka përjashtuar politikisht, por nëse jo formalisht, sepse negociatet janë të hapura, mirë po është shtruar si nevojë. Mirë po në aspektin ushtarak është po shihet gjithnjë i domosdoshëm kontributi i saj. Të ndalemi pak në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku djali Donald Trump është pritur nga presidenti Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo vizitë sa i përket situatës gjeopolitike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe a e inkurajon kjo Serbinë përballë Kosovës? Po është interesant se në 2-3 binar po zhvillohen ngjarjet në rajon. Është vërtet njëri prej madje djali i tij do thotë kishte një takim me presidentin Vučić, ku motiv i takimit ishin investimet e tyre ekonomike në Serbi, ku më parë dhe dhëndri i presidentit Trump ka bërë një marrëveshje me autoritetet e Serbisë për të investuar një kompleks rezidencial në ish ndërtesën kryesore të armatës jugoslave, e cila ishte bombarduar nga forcat e NATO-s gjatë luftës në vitin 1999 dhe është edhe një dimension tjetër. Disa kompani lobuese janë shumë aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paguara nga Serbia. Mirë po dhe presidenti Vučić tenton, nuk ka diskutim, tenton që ta shfrytëzoj këtë situatë për ta restauruar pushtetin e tij, për ta restauruar imazhin e tij si njëri prej liderëve të vetëm në Serbi, i cili ka lidhje si me perëndimin ashtu dhe me lindjen dhe ka mbështetje të një lloji si nga Moska ashtu edhe nga Washingtoni, sepse mos harrojmë ditë më parë kishte pasur një komunikim telefonik me presidentin Putin dhe sipas deklarimeve të tij mediale kishte marrë mbështetje nga presidenti Putin dhe që i njëjti i ka kritikuar protestat në Serbi dhe se nuk i përkra revolucionin me ngjyra. Mirë po është një indikator tjetër që po ashtu vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse presidenti Vučić përpas presioneve që po përballet me protestat e mbrëmshme në Serbi është duke u përballur edhe me një çështje të ndjeshme me njërin prej levave të tij kryesore politike në Republikën e Serbëve të Bosnjës, Milorad Dodikun, ndaj të cilit tashmë Gjykata Federale në Bosnjë ka lëshuar fletarëst ndaj atij dhe ndaj kryetarit të parlamentit dhe kryeministrit të atij entiteti, i cili është akuzuar për cënim të kushtëtitshmërisë dhe rendit dhe integritetit territorial të Bosnjës. Presidenti Vučić dje në një prononcim në rrjetin e tij social e quajti këtë minim të paqes dhe të marrëveshjes së Daytonit, ndërkohë autoritetet federale në Bosnjë i kanë shqiptuar dënime ndaj Dodikut pikërisht sepse me veprimet e tij po e cënon marrëveshjen e Daytonit dhe integritetin federal të shtetit. Dhe këtu duhet kujtuar para pak ditës sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio në një prononcim në rrjetin e tij social me tonet më të ashpra ishte kritikuar këto veprime të Dodikut dhe të njëjtën kohë e thotë një fjali e cila për mua është simptomatike në fund të atij prononcimi kur deklaron që presim nga të gjithë partnerët rajonal që të angazhohen maksimalisht në krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dënuar e për t'i luftuar këto përpjekje për destabilizimin e rajonit. Pra janë dy linja, janë dy anë, janë dy binar po lëviz procesin. Në njëra anë State Departamenti amerikan i bën thirrje Serbisë që të jetë më e përgjithshme në garantimin e paqes dhe sigurisë rajonale, të mos solidarizohet me veprimet e Dodikut, të cilat i minojnë investimin amerikan për paqe, sepse marrëveshja e Daytonit është investim amerikan, dhe në anën tjetër kemi takimet dhe tentativat për investime ekonomike me anëtarët e familjes Trump, që me siguri presidenti Vučić do t'i shfrytëzojë këto takime për imazhin e tij si një lider i cili është gëzon mbështetje politike, diplomatike në administratën e re amerikane. Sa rrezikohet Kosova nisur nga ndryshimet e kursit të politikës amerikane të Donald Trump përballë Serbisë dhe a ka Serbia më shumë rol aktiv në sjelljen e saj agresive përballë Kosovës, nisur nga fakti që Donald Trump i ka lënë dorë të lirë Putinit për të vepruar në Europë dhe nga kjo Serbia mund të marrë zemër për të vepruar me projektet e saj destabilizuese?
Po skenar të tillë destabilizues nuk përjashtohen, shto edhe faktin siç e përmenda paraprakisht për shkak të krizës brendshme në të cilën ndodhet Serbia. Është paralajmëruar një protestë masive me 15 mars në qytetin e Beogradit, eksponentë të regjimit në fjalë, gjithnjë më tepër kanë paralajmëruar se mund të ketë dhunë në atë protestë. Dhe nëse i shohim në të kaluarën se si është sjellur Serbia në vazhdimsi, do të tash un indikator konkret aktualisht nuk kam, por nëse shohim si është sjellur në të kaluarën në vazhdimsi, kemi parë se zakonisht kur shoqëria serbe është përfshirë nga krizat e tilla, nga turbulencat e tilla, eksponentët e regjimit në fjalë dhe jo vetëm me Vučići, por në të kaluarën duke filluar prej viteve 90 nga Miloševići, kanë tentuar që krizat e brendshme politike t'i eksportojnë në rajon në mënyrë që të krijohet një narracion mbi homogenitetin e kombi serb i cili duhet në mënyrë unike të përballet me krizat e jashtme. Kështu që në këtë situatë nuk përjashtohet asnjë lloj skenari i mundshëm për të tentuar për ta shfryzuar situatën. Ne e pam para pak ditë kishte dhënë ndërheqje dhe kryeministri i Serbisë me qëllim që të qetësohen gjafrat, por asgjë nuk ndodhi. Situata vazhdon të jetë e tensionuar. Por vizita e Rutës në rajon do të ishte një konfirmim që NATO është duke përcjellur me vëmendje situatën dhe se nuk do ta përkrah asnjë lloj skenari të tillë të erdhës, se është e përkushtuar dhe angazhuar për sigurinë si të Bosnjës ashtu edhe të Kosovës. Sa më tepër që Kosova do thotë ketërsohet nga aleatët, mund të nxitën, Serbia mund të tundohet nga skenarët e tillë destabilizues, paktën për ta uzurpuar veriun. Në fund fundit kjo nuk është asgjë sekrete, vetë presidenti Vučić në një kohë më parë në një intervistë kishte deklaruar që Serbia duhet të sillet në të njëjtën mënyrë sikur është sjellur Azerbajxhani në raport me territorin e Nagorno-Karabakut, duke pritur ndryshimin e rrethanave gjeopolitike, duhet pres me durim të madh dhe kur të krijohen ato rrethana, atëherë ta realizoj skenarin e saj për grabitje territoriale në këtë rast në pjesën veriore të Kosovës. Pra nuk ka kurrë sekrete në këtë drejtim, janë deklarimet të tij publike që ka bërë qartë se ai si model e ka mënyrën se si Azerbajxhani zgjidhi tensionin me Nagorno-Karabakun për shkak të Armenisë. Kur Rusia në mas madhe u fokusua në luftën në Ukrainë, nuk mund të t'ja ofronte atë mbështetje Armenisë. Azerbajxhani e realizoi skenarin e tij dhe në të njëjtën mënyrë ky pretendon që Serbia duhet sillet, sepse eventualisht do një tërheqje amerikane sidomos nga Evropa mund të lezohet si një sinjal gjeopolitik se është koha e dur për Serbinë të rikthehet ekspansionit të saj territorial. Dhe kjo ka bazë edhe në të kaluarën, e dim që kur kanë filluar shkatrimi i ish Jugosllavisë, kur ka luftrat e përgjakshme, në vazhdimsi Evropa kishte bërë thirrje që të ndalet kjo luftë, është koha e saj, është ora e saj, duhet të intervenojë, duhet të marrë masa për ta penguar një gjakderdhje, por asgjë në fund nuk ishte ndodhur pa intervenimin e drejtë për drejtë amerikan. Por Departamenti i Mbrojtjes së SBA deri me tani ka deklaruar që nuk ka plane për largim të ushtarëve amerikanë nga Kosova, para pak dite mbase për ta dërguar një sinjal që ata, se trupat amerikane janë duke u përkujdesur për Kosovën dhe për veriun, postoi një video ku shihen trupat amerikane ekskluzivisht në pjesën veriore duke patrulluar kufirin me Serbinë. Kështu që në këtë situatë rreziku ekziston, mirë po nuk besoj që Serbia do të ketë guximin, do thotë paraprakisht të ndërmarrë ndonjë aventurë të tillë ku do ta vendoste në konfrontim me bashkësinë ndërkombëtare edhe një herë. Shefi i NATO-s Mark Rutte, i cili vizitoi Kosovën, deklaroi se KFOR-i është i gatshëm për të përballur me çfarëdo lloj zhvillimi që mund të ndodhë në Kosovë. Ju si mendoni, çfarë po paralajmëron Rutte në këtë rast, apo thjesht po tregon gatishmërinë e NATO-s si në Kosovë ashtu edhe në Bosnjë e Hercegovinë? Situata është fragjile, situata është fragjile edhe në Bosnjë. Kemi parë mirë, por nuk besoj që tash, Milorad Dodiku nuk i ka kapacitetet çfarë po e zomi ka pasur Radovan Karadziçi, Mladiçi,
ishte elita ushtarake dhe policore, ishte elita ushtarake dhe politike e serbeve të Bosnjës. Një presion i madh ndërkombëtar në fund do ta detyroi atë që të largohet ja para pas skenar që ai mund strohet në Hungari te aleati i tij Viktor Urban për të ikur arrestimit. Njëjtën gjë mund të themi edhe në Kosovë, pra është paralajmërim që nuk do të tolerohet asnjë lloj destabilizimi, gjë që më herët e kishte bërë ish sekretari i punëve të jashtme të Britanisë gjatë vizitës në Kosovë, kur kishte thënë se nëse një herë ndodhin sulme sikur ai në Banjë, atëherë ushtarët britanik kanë obligim që të luftojnë për ta mbrojtur integritetin territorial të Kosovës. Si mendoni, çfarë duhet të bëjnë dy kryeministrat, qoftë Edi Rama, po ashtu edhe Albin Kurti, për të rritur nivelin e sigurisë në vendet respektive, teksa përballë ka një fqinjë që duket gjithmonë më agresiv siç është Serbia? E para e punës, uroj që këta dy kryeministra ta fillojnë një komunikim normal politik. Në është fatkeqësinë që në këtë situatë sot ne dy shtetet, nuk them që nuk ekziston komunikimi në nivel horizontal, por praktikisht komunikimi i dy shefave të qeverive thuaj se është ndoshta në prapaskenë ata janë takuar, por po flas në kuptimin publik të fjalës, nuk kemi pasur asnjë takim të tillë, po mos harrojmë Shqipëria është një faktor si një vend antar i NATO-s, është një faktor i rëndësishëm që kontribon në sigurinë e Kosovës nëpërmjet trupave të saj në komandën e KFOR-it, ajo ka ushtarët e saj në Republikën e Kosovës. Dhe ajo që i duhet veçanërisht Kosovës, këtu do të rekomandoja qeverisë Kosovës që me të madhe të punojë të krijojë lidhje sa më të afërta me administratën e re amerikane. Kjo në fundit nuk është këshilla ime, është këshilla e disa prej ish diplomatëve amerikanë të cilët kanë qenë të lidhur me fatin e Kosovës. Në fund të gjithë i kanë bërë thirrje leadershipit politik të Kosovës që gjejnë metoda, që gjejnë mënyra që të krijojnë lidhje sa më të afërta me njerëzit e presidentit Trump, gjë që fatkeqësisht sipas tyre Serbia e ka bërë kohën e fundit më shumë. Në këtë drejtim Kosova nuk duhet ta humb hapin dhe ritmin, sepse po e shohim një administratë që është shumë e interesuar sa i përket lidhjeve transaksionale, bilaterale me shtete, sesa komunikimit nëpërmjet mekanizmave multilateral. Këtu do ta përmendja vetëm një shembull, përfaqësuesja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, zonja Kaja Kallas, e cila është edhe përgjegjëse për dialogun Kosovë-Serbi me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, ka tentuar që dy herë të takohet me homologun e saj amerikan Marco Rubio, edhe pse ishte aranjuar takimet, në fund ishin anuluar me arsyetimin se Rubio nuk ishte gjetur kohë të mjaftueshme. Pra, po e shohim një çështje shpërfillëse, thuajse të plot ndaj njerëzve të administratës së re amerikane ndaj institucioneve multilaterale, por intensifikim të komunikimeve politike, diplomatike me lider të veçantë të BE-s, me kryeministrin britanes, presidentin francez, më herët me zonjën Meloni, kryeministrin Orban e të tjerë. Kështu që në këtë drejtim Kosova nuk duhet ta humbë shansën që të mbetet mbrapa në krijimin e kësaj infrastrukture që i afron marrëdhëniet bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fund të fundit Kosova ka një përparësi nëse din ta shfrytëzojë në aspektin diplomatik, sepse në mas të madhe të gjithë eksponentët kryesor të kësaj administrate e kanë potencuar Kinën si rivalin kryesor të ardhshëm gjeopolitik e geostrategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë Kosova në raport me Serbinë e ka një përparësi gjeopolitike, sepse në Serbia është një vend ku ka marrëdhënie të tregtisë së lirë me Kinën, investimet kineze janë jashtëzakonisht prezente në Serbi. Ajo që ndodhi në Novi Sad pikërisht ishte investim kinez dhe i cili e trazoi tashmë shoqërinë serbe, dhe Kosova duhet të ofrohet në këtë drejtim si një palë për asa mundet, sepse ne kuptojmë këtu tash kanë rol edhe shtete të tjera, Azi pasur siç janë Japonia, Filipinet, Korea e Jugut e tjerë, për ta kufizuar India, për ta kufizuar këtë potencial, por që të ofrohet si një palë e cila është krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në armiqësinë e saj ndaj Kinës, dhe është i vetmi një ndër vendet e pakta në rajon që nuk ka toleruar që të ketë investime kineze. Nëse i referohemi edhe marrëveshjes së Washingtonit që ishte sponsorizuar nga administrata e parë
e presidentit Trump, ne duhet të na kujtohet shumë qartë se aty ekzistonte një nen specifik ku ndaloheshin në mënyrë decisive investimet kineze në të dy vendet. Në këtë drejtim, Kosova i ka qëndruar konsekuent në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme këtij, edhe pse ka mohuar në Kuventin e Kosovës marrëveshjen e Washingtonit, për të paktën praktikisht i ka qëndruar konsekuent këtij zotimi sa i përket marrëdhënieve tregtare me Republikën e Kinës, duke mos pasur asnjë të tillë. Dhe i pyetja e fundit, të ndodhur përballë këtyre ndryshimeve të mëdha të politikës amerikane, a duhet që Shqipëria dhe Kosova të rrisin nivelin e tyre të armatimeve përballë një rreziku të mundshëm që mund të vijë nga Serbia? Nuk ka diskutim, mirë po kjo nuk mund të bëhet me një qasje shpërfillëse ndaj alateve. Këtu ne kam shqetësimin, pra do të krijohet një lloj asi narracioni që Kosova është në gjendje tashmë, siç fatkeqësisht kemi pasur rastin të dëgjojmë deklarata populiste politike, se Kosova është në gjendje që edhe vetë të mbrohet apo ta përballojë një agresion të mundshëm nga Serbia. Investimi në mbrojtje, investimi në kapacitetet e sigurisë Kosovës duhet bëhet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Në fundit kjo është edhe interes, sepse shpesh harrohet edhe një fakt, transformimi i forcës së sigurisë Kosovës, e cila ka qenë kryesisht një organizatë me mision civile humanitar në ushtri të Kosovës, ishte bërë në kohën e ish presidentit Trump. Pra që forcimi i kapaciteve ushtarake të Kosovës në vetë mbrojtëse nuk është që është në kolizion të drejtë për drejtë me interesat edhe të kësaj administrate. Zoti Kasolli, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ishte kënaqësi për mua të bashkëbisedarim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.